Personat që konsumojnë banane duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Sekreti. Bananet mund të konsiderohen si një frut i nënvlerësuar në krahasim me frutat e tjera ekzotik, të cilët janë kthyer gjithashtu në një trend. Por përfitimet e këtij fruti në organizëm janë vërtet të larmishme dhe të shumta. Banania është një frut shumë i shijshëm, që mund të konsumohet në forma të ndryshme dhe gjithashtu nivelet që do t'i ofrojë shëndetit tuaj do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të vlefshme për organizmin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo jep trupit të gjitha elementet ushqyes për të cilat ai ka nevojë. Ato përmbajnë vitamina, fibra, minerale natyrore si sukroza, gjithashtu dhe fruktoza. Ja pse duhet të konsumoni të paktën një banane çdo ditë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur e konsumoni atë në vazhdimsi. Gjëja më e mirë për bananet është se i gjeni shumë lehtë dhe me çmime të favorshme. Banania është një nga frutat më të konsumuar në botë, më shumë se mollë dhe portokalli të marra së bashku. Dëgjoni me vëmendje cilat janë përfitimet më të mëdha shëndetësore të konsumit të bananeve dhe cili është ndikimi i tyre në dobi të shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të merrni të mirat e bananeve në vazhdimsi të dietës suaj, sigurohuni t'i konsumoni ato ashtu siç janë, pasi vlerat që japin organizmit e kthejnë atë në një prej produkteve më të vlefshme ushqyese. Bananet janë të mira kundër shqetësimeve të urthit, ndryshe njihet edhe si djegja e stomakut. Bananet kanë efekte shumë të mira për stomakun, pasi efektet natyrore antiacide mund të çlirojnë nga shqetësimet e shkaktuara nga aciditeti i lartë në stomakun tuaj. Mjafton të hani vetëm një banane në ditë dhe të prireni të merrni lehtësime më të mira kundër djegjeve të stomakut. Bananet janë të mira gjithashtu edhe për tensionin e gjakut, duke ndihmuar ndjeshëm në këtë aspekt të shëndetit. Bananet janë një frut shumë i shijshëm për zemrën, janë të pasura me nivele të larta të potasiumit dhe kanë gjithashtu edhe pak sodium. Një kombinim i përsosur për mbrojtjen nga infarkti dhe goditja në tru. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit, gjithashtu edhe kundër problemeve të tensionit. Bananet janë një frut i shëndetshëm për zemrën, janë të pasura me nivele të larta të potasiumit, por kanë edhe sodium, një kombinim i përsosur për të mbrojtur veten nga infarkti dhe goditja në tru. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të rrisë gjithashtu nivelin tuaj të energjisë ditore dhe do të mbajë larg këto komplikacione. Nëse hani të paktën 1 ose 2 banane para ushtrimeve në palestër, do të përfitoni mjaftueshëm energji për mbi 1 orë stërvitje. Karbohidratet me bazë të ulët të glicemisë, vitaminat dhe mineralet janë një mbështetje shumë e madhe për trupin, duke i dhënë atij forcën e munguar, ndërkohë që potasiumi mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik dhe të mbajë larg këto komplikacione. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë shumë e mirë kundër shqetësimeve të anemisë. Bananet janë një aleat i fuqishëm i personave të cilët të vuajnë gjithashtu nga problemet e anemisë. Bananet u japin atyre nivelin e hekurit të nevojshëm për dietën që stimulojnë edhe qelizat e kuqe të gjakut dhe prodhimin e hemoglobinës, por edhe furnizojnë trupin me gjak. Bananet janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër problemit të ulçrave dhe ndihmojnë shumë në këtë aspekt. Ata që vuajnë nga ulçra e stomakut e dinë shumë më mirë që duhet të rinë larg nga disa ushqime, por mos u shqetësoni. Banania nuk është një prej tyre. Ato mund t'i konsumoni pa problem sepse nuk do të shkaktojnë asnjë shqetësim në stomak. Kjo ndodh sepse bananet janë të buta, të lehta, kremoze dhe shumë të mira për stomakun, duke i dhënë atyre një mburojje të veçantë kundër aciditetit dhe irritimeve të mëdha të tij. Ekspertët shtojnë në një zëri se bananet janë të mira për organizmin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë të pandarë të dietave ditore.
Kështu, ndikimet për organizmin do të kthehen vërtet cilësore. Kjo ndodh sepse bananet janë të buta, të lehta, kremoze dhe të mira për stomakun, duke i dhënë atij mburojën e nevojshme ndaj aciditetit dhe irritimeve. Bananet janë një frut gjithashtu shumë i mirë ushqyes, edhe cilësohen si fruti i lumturisë. Bananet të shtojnë humorin, luftojnë depresionin për shkak të niveleve të larta të tirotanit që në trupin ton kthehet në serotonin. Serotonina gjithashtu është edhe hormoni i lumturisë. Ajo i bën njerëzit të ndjehen më të qetë, më të lumtur dhe në një humor më të mirë. Hani një banane në ditë për të ndjerë gjithashtu edhe më i lumtur dhe më i qetë. Bananet janë një qetësues shumë i mirë i nervave. Duhet të hani një banane kur jeni në humor të keq ose i stresuar. Fruti magjik ndihmon gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të sheqerit në trup. Vitamina B që gjendet me shumicë tek bananet qetëson sistemin nervor duke i bërë njerëzit të ndihen në humor më të mirë. Kundër temperaturës së lartë mund të konsumoni gjithashtu një banane. Nëse keni temperaturë të lartë, hani një banane. Në sajt e enzimave që ajo përmban do të kthehet gjithashtu në një mbrojtje të veçantë për shëndetin dhe do të lehtësojë komplikacionet e tij. Në sajt e enzimave bananet do të ulin temperaturën e lartë të trupit. Bananet ofrojnë mjaft përfitime të tjera për organizmin. Nëse nuk ju mjafton një, mund të konsumoni deri në 2 banane çdo ditë pa u shqetësuar shumë për ndikime negative të organizmit. Kështu, efektet ushqyese të saj do të kthehen në një mbrojtje të mirë të shëndetit dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet. Bananet janë një frut i cili mund të ndikojë dukshëm në mbrojtjen e shëndetit dhe të evitojë shqetësimet. Bananet janë një frut tropikal dhe gjithmonë mund të konsumohen në format e saj të ndryshme. Populariteti i saj sa vjen dhe shtohet, dhe kjo jo më kot. Gjithashtu edhe mund të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj dhe të lehtësojë komplikacionet e tij. Bananet mund t'japin përfitime më të mira të shëndetit dhe si të tilla duhet të konsumohen në mënyrën e tyre natyrale. E ngrënia e sasive të duhura të bananes mund të sjellë përfitime të mëdha për shëndetin tuaj, duke nxitur kështu një rregullim më të mirë të organizmit. Për personat të cilat janë në dieta strikte, keni parasysh se 100 gram banane do të ofrojë të paktën 90 kalori. Ato janë një nga burimet më të mira të elementeve të kaliumit, magnezit, hekurit, gjithashtu edhe disa beta-karotenëve. Duke qenë të pasura edhe me kalium, bananet ndihmojnë në nxjerrjen nga trupi të lëngjeve të tepërta. Kjo e ndihmon organizmin e njeriut të jetë më i shëndetshëm dhe më i mbrojtur. Për këtë arsye janë të vlefshme përfitimet kryesore që do të merrni me shtimin e bananeve në dietat tuaja ditore. Ekspertët i cilësojnë bananet si një prej përzgjedhjeve më të mira në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për këtë arsye, bananet mund të cilësohen një mbrojtje shumë e mirë edhe për organizmin tuaj kundër problemeve të hipertensionit arterial. Ekspertët thonë se shtimi i bananeve në dietën tuaj mund të jetë një mbrojtje shumë e mirë ushqyese kundër problemeve të hipertensionit. Nëse një person konsumon shumë kripë dhe ka mungesë të kaliumit në trup, me shumë mundësi do të zhvillojë edhe probleme me hipertensionin. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme të merrni sasinë e duhur të kaliumit nga bananet, të cilat janë kështu burime të shkëlqyera të këtyre elementeve ushqyes, duke i cilësuar ato si një prej përzgjedhjeve më të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mbrojtje shumë e mirë edhe në betejën kundër depresionit. Nëse vuani nga shqetësime të tilla siç janë edhe depresionet, shtoni banane në dietat tuaja për të evituar kështu komplikacionet. Studime të shumta kanë treguar se kjo ndodh sepse bananet përmbajnë nivele shumë të mira të tripofanit, një aminoacid ky esencial për trupin, që mund të mbajë larg komplikacionet e shëndetit të dobët. Vëmendje.
Mund t'ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.